Dy shtetës janë arrestuar në flagrancë nga policia e Tiranës gjatë një operacioni antidrog të zhvilluar në zonën e rrugës Xhamfize Keko, pasi u kapën duke shpërndar lëndë narkotike në formë gjelatine. Operacioni policor i koduar Stop u finalizua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë nr. 4 në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve pranë Drejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës. Të arrestuarit janë shtetësit Denis Brakaj, i njohur ndryshe edhe si Krasniqi, dhe Elker Dzibraku, të dy banues në Tiranë. Sipas burimeve zyrtare, ndaj tyre kishte informacion të marrë në rrugë operative se shpërndanin lëndë narkotike në një hyrje pallati në rrugën Xhamfize Keko. Gjatë kontrollit të ushtruar në vendin ku u kapën dy të rinjt, policia sekuestroi 8 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabis e përpunuar në formë gjelatine, një formë më e re dhe më e vështirë për të zbuluar nga autoritetet, që po qarkullon në tregun e paligjshëm. Hetimet vijuan edhe në banesën e Denis Brakajt, ku gjetën dhe sekuestruan rreth 802 gram lëndë narkotike kanabis, si dhe 3 armë të ftohta, thika, që dyshohet se përdoreshin për vetmbrojtje apo kërcënim gjatë aktivitetit kriminal. Policia e Tiranës bëri me dije se hetimet po vijojnë në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, me qëllim dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë të mundshëm në këtë rrjet shpërndarje narkotikësh. Materialet procedurale janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme ligjore, ndërkohë që të arrestuarit do të përballen me akuzat për prodhim dhe shpërndarje të lëndëve narkotike dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta.